Kosova përkujton 24 marsin e vitit 1999 kur Aleanca e Atlantikut Verior NATO nisi sulme ajrore kundër forcave ushtarake e policore serbe në Kosovë dhe Serbi. Fushata ajrore e Aleancës zgjati 78 ditë dhe përfundoi me dëbimin e forcave serbe nga Kosova. Për kosovarët 24 marsi është një nga ditët e kthesës së historisë. 14 vjet më parë, kur vendi ndodhej në luftë, NATO nisi bombardimet mbi Serbinë, një ngjarje që si për Ushtrinë Shërimtare të Kosovës edhe për aktorë të tjerë të çështjes kosovare është cilësuar si ngjarje historike. Fushata pasoi hyrjen e rreth 50.000 ushtarëve të NATO-s në Kosovë, në kuadër të misionit paqëruesës ndërkombëtar KFOR, i cili ende është i pranishëm në këtë vend. Fushata arriti rezultate të shumta politike, diplomatike dhe ushtarake. Ajo i dha fund katastrofës humanitare dhe çoi në kapitullimin e forcave të Miloševićit. Në nënshkrimin e marrëveshjes së Kumanovës, miratimin e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, tërheqjen e trupave serbe nga Kosova dhe hyrjen e trupave të KFOR-it. 24 marsi i vitit 1999 shënon një fillim të ri për historinë e Kosovës, që i hapi rrugën çlirimit dhe pavarësisë së saj. Fushata ndali shtypjen e shqiptarëve të Kosovës nga regjimi i Miloševićit, dëbimin masiv të tyre dhe kthimin e të larguarve. Kjo ditë është shënuar me aktivitete të shumta në qytetet e Kosovës.